vllaznia që nuk e din që kanë motrat viktima, unë paragjykojnë mu kur të mësosh, të më shohin televizor, na fajsojnë neve e jo kriminalet serbë, nuk e dalin në krah motres, ose grus, ose nanës vetë. Nuk je mo e mbjetuar, ti e njeri që për i lep zemër tjerve. A një është që ki barë të hatashme prej që ke dalë publikisht me folë, apo të shpaguhet që kjo barë që e ki, edhe me faktin që Ramadani kur dul këto ditë në publik për dhunën që ka përjetu, a i tha që ti ke qenë personi i parë që ju ka drejtu para grus, edhe për shkak teje, a i sot e ka ma të letë me përjetu traumën. Me daljen e Ramadanit ndihem pak ma mirë, se është një viktim që ma vlerëson punën që kom ba që 6 vitet e fundit. Jeta ime ka ndryshu totalisht prej 2018-ës, për jetën personale kom pas shumë atë mirë, shumë atë qetë, para se me dalë në publik. Po tash shpresoj që ta kanë edhe viktima tjera guximin që me fol, edhe unë jam muj me thonë që krenare, që ka marrë forcën guximin për me dalë me fol, i kam besu vetës, edhe tash me Ramadanin, me shuretin që kanë dalë, unë ndihem mirë që nuk po më shkon puna hoq të viktimat, sidomos të viktimat. A ki pas të fjallë të halkit? A i ki letë? Pse si jeton këto? Jo, nuk e kam letë. Mendojnë, thonë se Vasfia ka shumë letë, se jeton në Amerike, ka jetën atje ma ndryshe, ma mirë ku ta dyne, po jo, nuk e kam letë, se edhe në ballafaqona, si të gjitha viktimat, me paragjykime, me stigma, me bullizëm, familjen e kam Kosovë, nuk e kam letë, unë e kam shumë viktima që jam në kontakt me to vazhdimisht, ka viktima që kanë marrë guximin që të folin me familjarë. Masi që ke dalë ti Masi që kam dalë, po, ka viktima që kanë shku në shoqata me kërku ndihmë. Ka viktima që edhe nëse nuk kanë mujt me fol me familje, bile kur e kanë dëgju rastin tem, e kanë marrë mendimin se çka mendojnë familjarët, ku po të djena është bashkëshorët janë vllaznia, çka mendojnë për viktima. E kemi raste të lloj-llojshme ku edhe vllaznia që nuk e din që kanë motrat viktima, unë paragjykojnë mu kur të mësosh, të më shohin televizor, me fjalë fyse që thonë e kanë kërku vete ku të djena na fajsojnë neve e jo kriminalet serbë, kemi edhe për aty në vllaznive që jo është poshtërsi për ta që nuk e dalin në krah motres, ose grus, ose nanës vetë.